Vetëm një minutë, doktor. Jeni djema? Taulant Begojaris hoqi maskën në fund dhe u thash shqiptarëve se do bëj një takim me 2 kryetarët e grupeve, të cilëve u ofroj si alternativë ose të pranoni të hiqni dorë nga pyetjet me gojë, ose do votohen pa lexim të raporteve dhe të pyetjeve të kryetarëve të drejtuesve të institucioneve të gjyqësisë, të drejtësisë. Çfarë ka në këtë propozim? Në këtë propozim ka skenarin e kyçjes së parlamentit. Nuk ka opozit në botë që mund të përdor, që mund të pranoj të bëj një pazar të tillë. Qoftë se ti do t'i vesh kyçin, venja që nesër. Opozita nuk heq dorë nga e drejta e saj kushtetuese për pyetje, e cila është absolutisht në çdo sallë parlamentare të botës edhe me gojë, edhe me shkrim, edhe me gojë. Në vitin 2022, 2023, 2024, pyetjet kanë qenë me gojë që të gjitha. Përpara nuk ka patur institucionet drejtësie siç janë sot. Pra, këta kërkojnë të bëjnë një interpretim që u levërdis sepse janë në një kompromis, do të thosha krimi me ata që kanë ardhur raportojnë. Nuk kanë këta interes që të raportohen, ndaj dhe gjejnë një pretekst se si e si ti imponohen me opozit që të mbyllin parlamentin. Besoj se është e qartë, po opozitës nuk mund t'i imponosh. Kur? Po do ishte më mirë të bëheshin pyetje qoftë me shkrim apo mos bëheshin fare? Jo, një minutë. Pyetjet ka disa praktika. Në shumë raste pyetje nuk bën fare. S'do në bën pyetje. Deputetët, opozita e gjykon të arsyeshme të mos bëj pyetje dhe kjo ka ndodhur jo një, por në mënyrë të përsëritur. Pyetjet me shkrim mendoj se janë një normë për t'i dhënë mundësi të pyeturit që të përgatitet. Kjo është normale, por kjo në mënyrë absolute nuk përjashton as të drejtën e pyetjes me gojë pasi të dëgjoj raportin, as të drejtën e leximit të pyetjeve që i ka bërë me shkrim. Kjo është e gjithë problemi. Këta janë në frikë dhe të merë nga, se janë më shiko tani, ti thashu, dilë beton kushtetut, po s'del do të Nesti Ademi, se tani Nesti Angoni, se tani thonë që ky Gogo është Nesti Angoni, a hoqen Belinsët, thonë për Gogon, e bën lugat këtë Nesti Angoni, këta po kundër njëri tjetrit. Kur ta pyesim me shkrim për situatën e Belinda Ballukut, nëse ajo do të merret të pandehur, si është çështja, për ato që u pretendoni që janë mesazhet e Ato problemi është që duhet dëgjojnë shqiptarët se çfarë pyetje kanë bërë, se pastaj lexoj një pyetje po një pyetje jo, lexoj gjysmë pyetje, nuk kemi në pozita miqësore aty. Jo. Ajo është një palë kundërshtare e cila është marrë me luftë të egër kundër pluralizmit politik, e cila është akuzuar se ka fjetë mbi dosje krimi, ju e ndigjuat, unë lexova nga dosja Taulant Ballës. Dhe e dini çka bërë ky me dosjen e Taulant Ballës? Kjo është dosja 26. Ky për të mos e quar Taulant Ballën me dosjen 26, ka krijuar dosjen 26 fraksion 1. Por shqiptarë duhet të dinë që ky flen mbi dosjen e krimit. Pra, në këtë kontekst, ata mund t'i bëjnë me mazhorancë se janë miqësi, po me ne jo, s'kan me ne, ne na bashkon interesi i publikut. Urdhë? Çfarë fitoni duke u ndërprer seanca duke kaluar Jo, s'fitoj, jo, më fal, duke çfarë fitojmë? Në radhë parë, në qoftë se djerë sot s'ka patur parlament. Dhe ne jemi këtu të gjithë përgatitur për parlamentin. Ne jemi të përgatitur për diskutime. Por në rast se
në rast se partia e krimit, mazhoranca e krimit, kërkon që të mos ketë diskutime, ne s'kemi nuk arrim të... Zoti Berisha, a nuk ka hapësira të tjera që ju të bëni të mundur publikimin e pyetjeve tuaja dhe që si të lejoni krerët e institucioneve të raportojnë? Bravo, po ja që si lejën aju, se aju vuri kushtin. Këtu qënon, ke kap një moment, zonja Maloku, e bërë me dashja apo pa dashja, nuk e di, po ke bërë një pyetje shumë interesante. Pikërisht këtu është, pikërisht për këtë punë jam këtu, sepse ka variante tjera, kurse ky tha, o të bëni këte, o të pranoni këte, ose do i votojnë. Kjo është gjitha. Kjo dëshmon se këta janë për të mbyllë dyqanin. Këta përjashtojnë, fillim minut, këta përjashtojnë çdo variant tjetër përveç këtij. A pra, kjo është gjithçka. Po shmanget përballja juaj me Altin Dumanin, zoti Berisha? Po shmanget përballja juaj me Altin Dumanin? Jo, nuk kam asgjë personale. Unë këtu nuk kam gjëra personale me asnjërin prej tyre. Ato çfarë kam patur i kam thënë më shumë se kushdo tjetër Altin Dumanit, unë këtu kam hallën e qytetarëve, sepse në qoftë se kërkojmë të bëjmë pyetje, në qoftë se kërkojmë të bëjmë debatet, thjesht për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Këtu janë, mund të them vetëm disa gjëra të shkurtra, janë 130 milion euro të djegësit. Ky deklaron se konfiskoj apo sekuestroj filan apartament, po se kthej 100 arë ka 130 milion euro të zhdukura? Jo, sepse nuk heton dot Edi Ramën dhe Erion Velin për këto, dhe Lubin. Ky pretendon se është i thellur, mirë po ju keni pa që këto ditë gumzhin Tirana, se ky po bëhet avokat i Lubis. Dhe Lubin shkojnë dhe marrin për se që ishte një punë tenderi, supervizioni për tunelin, dhe jo për 50 milion euro. Ku janë 50 milion euro? Sa u ka kthyer takspaguesve nga 1 miliard? Diskutimi dhe pyetjet e mia sot kanë të bëjnë me faktin sa ka kthyer kjo prokurori nga 1 miliard e 200 milion euro të grabitura, të plaçkitura nga qeveritarët me dokumenta zyrtare, qytetarëve shqiptarë. As 100 arë. Kjo përbën. Kjo përbën, nuk përbën asgjë qëndrimi, sepse unë atë kam dokumentuar, ky është një armik i pluralizmit, është një mercenar i Edi Ramës, që vitin elektoral sulmon me çdo kusht të opozitën dhe i vën në arrest shtëpi, arrest burg, e vën ndjekje penale drejtuesit kryesor në mënyrë që partia e krimit dhe ai vetë të fitojnë zgjedhjet. Këto janë gjëra të njohura, nuk janë gjëra të panjohura për ata që na dëgjojnë. Të panjohura për ata që na dëgjojnë janë 1 miliard e 200 milion euro të zhdukuar nga këta qeveritar, që ky nuk ju ka kthyer 100 arë qytetarëve shqiptar. Të panjohura janë dosjet e krimit mbi të cilat flen ky dhe i mban dhe nuk i heton. Të panjohura janë konflikti të interesi. Shikoni, ka në drejtësi, o tregoj me emra po doni, një gjykatës apo prokuror që është nxjerrë nga sistemi i drejtësisë sepse pinte kafe me një ish dënuar. Është kështu apo jo? Se Muhamet ti edhe i brendshëm ai din këto punë më mirë. Po. Mirë, dakor. Pra, ka dalë është nxjerrë nga sistemi se ke pi kafe me filanin. Po ky danson me dënuar, edhe thonë që i lanë paratë kaj, po jo këto janë punë tjera, apo jo. Kështu që jo, natyrisht ne jemi opozit. Ne jemi për transparencë. Në fjalën tuaj kishte një kontradikt, të cilën dhe ju vetë pranuat kur folët për çështjen e reformës zgjedhore. Ju tha që ne dimë që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Atëherë për çfarë po uleni në kryes për të bërë rregulla loje ose për të bërë një reformë zgjedhore kur vjen puna, raporti OSBE Odir fakton që Edi Rama shkel të gjitha rregullat e lojës. Ja, edhe unë prandaj. Ka opozita të bëhet si jo, prandaj e thash, sepse po raporti i OSBE Odirit thotë që nuk janë zbatuar, nuk janë marrë parasysh shumica e rekomandimeve. Dhe tani nëse ne nuk marrim parasysh ai raport, ne kemi përshtet atë raport. Dhe ai raport është interes të çdo shqiptari. Natyrisht OSBE Odir
nuk është institucion që vjen të garanton zgjedhjet e lira. Ai të thot ishna apo jo dhe i vëzhgon zgjedhjet. Të jep këshilla dhe orientime se si mund bëhen më transparente dhe zbatimi atyre orientimeve për ne jemi të gatshëm të zbatojmë. A mendonin për një radikalizim të qëndrimit tuaj në parlament, duke qenë se me sa duket Partia Socialiste do vijojë me skenarin për të vazhduar në votim siç ka ndodhur deri tek Partia Socialiste ka frikë të tmerrshme, deputetët e saj, ministrat e saj kanë frikë të tmerrshme nga vetja e tyre. E morë vesh ju ku janë mbathi ky se këtej tash shifni. Pse shifni ata? A e pa se si u ngrit Pirovengu? U zhduk nga ajo. Po pse? Se ju dizinformoni. Thoni që Rama tha për Belindën që i kam kërkuar dorëheqjen me dhe qeveri. Jo, ka qenë për Piron që ta dini ju. Paktën Belindës mos i jepni më rënd. Burimet më të brendshme se sa ne. Po se ku i kam, jo, i keni edhe ju, i keni, po ju levërtisht ja shkarkoni gjitha Belindës, edhe mu nuk mirë keq për atë punë. Do ketë protesta ose radikalizim që Absolutisht do ketë protesta, se pa protesta situata vazhdon të degradoj gjithnjë më shumë. Faleminderit. Faleminderit.